Një tjetër rinumrim votash pritet të nisë sot në Shqipëri, është pikërisht ai për qarkun e Fierit pas përfundimit të Tiranës. Ky është qarku i dytë që pritet të nënshtrohet një rinumrimi dhe pritet me interes të shihet se çfarë do të prodhoj rinumrimi në Fier. Enkelida Mema është me mua në këtë lidhje të drejt për të na sjellë më shumë detaje rreth këtij procesi. Enkelida, përshëndetje. Ka nisur procesi i rinumrimit, do të rinumrohet i gjithë qarku apo pjesërisht? Çfarë pritet të ndodhë? Mirëmëngjes Esmeralda, seriali i numërimit, jemi në episodin e dytë. Episodi i dytë mban titullin Qarku i Fierit. Janë 587 kuti ose qendra votimi, të cilat do të numërohen nga e para si për partitë politike, ashtu dhe për kandidatët në listën e hapur. Tashmë janë hapur 6 kutitë e para të Qarkut të Fierit. Nga ky rezultat paraprak dhe tepër i hershëm, ka rezultuar që një vot më shumë i është dhënë Partisë Socialiste, koalicionit Nisma Shqipëria bëhet dhe 5 Partisë Demokratike, votat të cilat nuk kanë qenë vota të drejta, pra janë dhënë gabimisht këtyre forcave politike, duke bërë që të shtojnë një sasi të vogël votash për momentin në këto 6 kuti të para të hapura, pasi do duhet të presim edhe hapjen e të gjithë kutive për Qarkun e Fierit për të kuptuar nëse do të kemi të njëjtin skenar si atë të Tiranës, ku votat kanë lëvizur nga njëri kandidat në një kandidat tjetër ose nga një forcë politike në një forcë politike tjetër, disave janë shtuar apo disa të tjerave janë hequr, pa do të shohim nëse dhe Qarku i Fierit do të prodhoj të njëjtin rezultat si Tiranës. Hapja kutive të Qarkut të Fierit ishte një kërkesë në fakt të koalicionit Nisma Shqipëria bëhet në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, një kërkesë e cila u mbështet nga Partia Demokratike. Në fakt, pala më interesuar në këtë rinumurim të Qarkut të Fierit është koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, pasi ajo pretendon që në votat e vlefshme dhe të pavlefshme ka një rezultat krejt ndryshe nga ai që prodhoi vota e 11 majit. Ky koalicion pretendon mandatin e tij të parë jashtë Qarkut të Tiranës, që është dhe qarku më i madh, për të marrë mandatin e parë në Qarkun e Fierit, për aq kohë sa dhe diferenca mes partisë të cilës kërkon t'ia marrë mandatin është Partia Socialiste, diferenca mes koalicionit Nisma Shqipëria bëhet dhe Partia Socialiste është më pak se 550 vota, dhe nëse 550 vota do të gjenden në këtë rinumërim të Qarkut të Fierit, atëherë do të jetë koalicioni Nisma Shqipëria bëhet që do të marrë dhe mandatin e parë. Në këtë rast Partia Socialiste do të humbë mandatin e saj të 12 në Qarkun e Fierit, është mandati i deputetit së zgjedhur Zeqine Çaushi. Megjithatë, ky nuk është skenari vetëm për sa i përket Qarkut të Fierit. Një tjetër skenar është që Zeqine Çaushi mandatin e saj të 12 mund ta humbasë për brenda Partisë Socialiste, pasi diferenca me gruan tjetër socialiste Maldrita Bardon është vetëm 64 vota, dhe pra aq kohë nga të gjitha palët politike si nga Partia Demokratike dhe nga Partia Socialiste për kandidatët në listë hapur kanë patur pretendime që ka patur një lexim jo të drejtë të votës preferenciale. Do të shohim nëse në parlament do të shkojë Maldrita Bardo apo do të mbetet Zeqine Çaushi. Megjithatë, nga të gjitha postimet që ka kryer kryesocialisti Edi Rama dhe nga mesazhi që ka dhënë ai nëpërmjet rrjeteve sociale, menjëherë sapo filloi procesi i rinumurimit për Tiranën, Fierin në këto ditë dhe në ditët e ardhshme kemi edhe Qarkun e Durrësit për të rinumuruar, një pjesë të Qarkut të Durrësit, Edi Rama postoi të 12 skuadrat fituese në 12 qarqe, çka do thonte me këtë mesazh që ky rezultat do të mbetet i pandryshueshëm edhe pas këtij procesi të rinumurimit, pasi të gjitha të dhënat që rezervon Partia Socialiste nga çdo votë që është numëruar rezulton që rezultati është ai 11 maj dhe nuk mund të ketë ndryshime të konfigurimit të Partisë Socialiste për sa i përket në parlament. Mbetet vetëm për të parë cilat do të jenë ndryshimet e shifrave në atë lëvizje të votave mes kandidatëve në listë hapur, por edhe mes partive politike. Faleminderit, Enkelida. Mirë, ne do të shohim